Një aksident me pasojë humbjen e jetës në Llogora, një vajzë aksidentuar në vijat e bardha në Transballkanike, 3 të rinj që kanë humbur jetën në Sarand dhe Ksamil, si dhe disa të lënduar. Ky është bilanci tragjik i aksidenteve rrugore përgjatë muajit korrik. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësues fenomenin e shtimit në numër të aksidenteve rrugore, që ndikohet sipas tyre dhe nga mbipopullimi i rrugëve, veçanërisht në sezonin veror. Aksidentet e shumta në numër sipas qytetarëve shkaktohen nga mosbatimi i kodit rrugor, por në to ndikojnë edhe fenomene të tjera, si mungesa e sinjalistikës apo dhe vetë këmbësorët. Ata shprehen se për të pakësuar aksidentet rrugore duhen kontrolle më të repta dhe të gjithë ata që shkelin kodin rrugor të ndëshkohen pa pasur selektime. Vën re një shtim i aksidenteve rrugore në barkë, se ke pasur fenomen apo jo? Po ndoshta është edhe nga shtrëngesa e makinave që ka shumë, që kanë ardhur refugjatët e kjo e bën më të vështirë. Si e shihni si fenomen rritjen e numrit të aksidenteve? Është negativ dhe a duhet parandaluar? Po unë do ta parandaloj këtë tani. Jo, them, çfarë mendoni ju? Duhet të ndërhyjmë për ta parandaluar? Po ato i shikon dhe shteti më mirë se neve, dhe e din dhe më mirë, ka studiosa më të mirë se ne. Nga vijnë aksidentet, nga mendon se shkakton? Po unë them nga shtrëngesa, se nuk ka ndonjë gjë tjetër, një faktor tjetër. Po dhe drejtuesve, po edhe shtrëngesa, se ka shumë shtrëngesë tani, ti e ke radhën në maj. Ku të vjen njerëzit tani? Duhet zbatuar më mirë kodin rrugor? Po patjetër, të gjithë. Po ne e zbatojmë, se jashtë ne jemi shumë të aftë, jemi shumë të zotë, pse këtu mos të zbatojmë? Duhet ndryshoj diçka dhe te dhënia e patentave, mendon se? Po ndoshta edhe kjo mund të jetë një faktor. Ndoshta edhe kjo mund të jetë. Besoj i ke dëgjuar lajme që vetëm për këto flasin. Po s'kam televizor shtëpi fare. Po mirë, po ta them unë. Janë shtuar aksidentet rrugore në. E po çfarë të bëjmë mos janë shtu ti hek? Jo. Po çfarë? Si e mendon, si e komenton? Pse vjen? Unë jam komentoj? Pse ka shumë aksidente? Unë do të komentoj? Po. Besimit e prurë të vetvetja. Besimit e prurë. Unë jam shofer, shteti nuk punon se ky shkushërim kësaj, pa ne vujmë ne nga kjo punë në ormik. Nuk jemi shtet i vogël, njihemi në infrashëm me Skënderbeun. Po su bë diçka, praktike kjo është, lera që miku im, stop, kam filanin. A zbatohet kodi rrugor si duhet? Do me dipi kodi rrugor. O kuptoj ky popull është i vështirë. Është shumë i vështirë. Dikojnë pjet alkolike apo ai pi drogë, alkool, çfarë ti bësh ti? Po. Shke që bën aty, do pi drogë, alkool, ai është demokraci, hi, kuptoj që bëhet këtë. Nuk shikoj. Duhet të ndryshoj kjo gjë gjatë. Ora ndryshoj prapë shqiptarët e populli vogël. Dalin shumë afër, nuk bëjnë dot çfarë zakonisht. Jo, miku im thotë, të riqet, kuptoj. Duhet popull homogen. Për amerikanët nuk kanë histori shtet, ama të nordin. Fusin me përjet kohë. Po mendon se duhet filloj dhe që nga patentat, ajo shaja, si e merr makinë? Jo, ai le dali pilot, ai kur mëson makinën bën dëm. Ku se mëson ka frikë, të thashë po, besimit e prurë të vetvetja. O kuptoj dhe kjo është kësoja? Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Nuk e di nëse e ke dëgjuar, por ditët e fundit ka një shtim të madh të numrit të aksidenteve rrugore. Pse mendon se vjen kjo gjë? Mas pakujdesia. Pakujdesia. Po. Çfarë ke vënë re këtu, për shumë për sa ditë je, a zbatohet kodi rrugor, a bëhet? Jo. Njerëzit kalojnë me të kuq, edhe se në përkryqëzime janë quar disa semafor, nuk i respektojnë semafort, kalojnë me të kuq, makinat kalojnë me të kuqe, zero. Po vetë shoferët? Shoferët janë njësha fare. Ti për shumë aty ku jeton, si është situata? Unë jetoj në Kanada, situata është shumë e mirë. Rrugët? S'krasohet. Jo Shqipëria, po as Italia. S'krasohet. Rrugët janë gjera, të bollshme. Çfarë jep ti nga eksperienca? Nuk e shabën. Qytetet bregdetare u trenfishohet popullsia Bearit gjatë stinës së plazhit. Dhe rrugë janë të ngushta, janë pak, trafiku është i madh. Kështu që po
Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Sezoni veror dhe mbipopulimi i rrugëve ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve dhe në qytete të tjera në rang vendi, sidomos në ato bregdetare. Disa viktima dhe shumë të plagosur është bilanci i tyre në Shqipëri përgjatë korrikut.